Për erën e parë këtë vit shkollor, i cili po shkon tashmë drejt fundit, është aplikuar me sukses arsimi dual. Gentian Boçi, drejtuesi i Shkollës Industriale Pavarësia në Vlorë, thosë se arsimi dual i bën nxënësit më të gatshëm profesionalisht për tregun e punës. Sipas Boçit, nxënësit vitin e fundit, krahas mësimit në shkollë, 3 ditë në javë kryejnë praktikën profesionale edhe në një prej institucioneve në qytet, duke marrë në këtë mënyrë edhe një pagë për ditët e punës që kryejnë. Kjo gjë sipas Gentian Boçit është hapi i parë i praktikës duale në Vlorë, shka sigurisht i aftëson dhe më tepër nxënësit në arsimin profesional. Përpara se të fillojmë nga investimet fizike, unë doja të thoshja investimet që ne po bëjmë në arsimin profesional në strukturën e tij. Është viti i parë si vjet që ne jemi duke praktikuar arsimin dual. Arsimi dual është ajo që në fund të 4 viteve nxënësin e bën shumë herë më të gatshëm për tregun e punës dhe për biznesin e tij. Aktualisht 24 nxënës të shkollës tonë, të degës elektroteknik në vitin 12 të profili i mirëmbajtjeve të linjave tensionit të ulët dhe të lartë, janë edhe tash që flasim bashkë duke bërë praktikën në OSHE. Ka një kontratë të firmosur midis drejtorit të shkollës dhe drejtorit të OSHE-s të Tiranë, ka kontrata individuale për nxënësit, ka mentor nga OSHE-ja të cilët drejtojnë dhe udhëzojnë dhe mbikëqyrojnë nxënësit gjatë gjithë proceseve të punës që kryen në OSHE. Dhe në fund dhe më kryesorja është këta nxënës janë 2 ditë në shkollë dhe 3 ditë në OSHE. Për fat të mirë, shkolla jon ka pasur marrëdhënie edhe më përpara praktike me OSHE-n, po tashmë është standardizuar, është certifikuar dhe sot nxënësit janë të regjistruar në zyrën e tatim taksave, ku marrin dhe një, mund po e quaj rrogë, po në bazë të ditëve që bëjnë praktikën dhe të orarit të tyre, ata marrin dhe një shpërblim nga OSHE-ja, gjë që është hapi i parë i një praktike duale siç e kanë vendet të cilës quhen për arsim profesional në Evropë, Gjermania, Zvicra apo Austria. Interesin e nxënësve të cilët vitet e ardhshme do të jenë pjesë e arsimit profesional, Gentian Boçi, drejtuesi një prej shkollave profesionale në Vlorë, e sheh gjithnjë dhe më në rritje. Kjo sipas tij, pasi në qytet po rritet numri i ndërtimeve të reja, kryesisht në turizëm, të cilat për të ndërtuar dhe për të vendosur në funksion, ka nevojë për fuqi punëtore të garantuar dhe profesionale, e cila garantohet nga nxënës të kualifikuar të dalë nga këto shkolla. Vlora ka marrë tashmë fizionominë e qytetit turistik, ne këtë e shohim dhe ndjejmë për ditë, ndjejmë te njerëzit apo turistët në rrugë, ndjejmë te çmimet e rritura që janë pasojë e këtyre dhe që të kesh turizëm duhet të kesh godina. Dhe pavarësisht se turizmi cilësohet si deg që mbështetet nga shkolla tregtare, edhe shkolla industriale ka kontributin e saj në biznes, pasi çdo strukturë akomoduese, qoftë hotel, shtëpi apo diçka tjetër, përpara se të fillojë të funksionojë, duhet të ndërtohet. Dhe në ndërtimin e asaj janë specialistët e shkollës industriale, por edhe pas vënies të funksionimit të këtyre strukturave, janë nxënës industriale që janë mirëmbajtësit kryesor dhe një mirëmbajtës në një strukturë hoteliere është shumë herë më i rëndësishëm besoj se sa një punonjës i profesionit tjetër. Sot kemi nxënës që punojnë në palas, nxënës që sapo kanë mbaruar shkollën, të cilët janë mirëmbajtësit të resorteve kryesore të palasës, pa thënë emra, të cilët janë mirëmbajtës të atyre drejtimeve që kanë qenë në shkollë, mirëmbajtës i sistemeve termohidraulike, mirëmbajtës i sistemeve elektrike dhe kështu me radhë. Arsimi profesional është një prej pjesëve më të rëndësishme të sistemit arsimor në qytetin e Vlorës, e kthyer në më tepër vëmendje vitet e fundit për shkak të nevojës për profesionistë në shumë biznese në qytet.